kompani halale, zyret, ndoshta nuk ju pëlqen, po për ta vesh se cili nga ju udhëheqësa e vishni, dini si ta vishni. Du të zgjatëm pak. Ta filloj me ngjarjen e sotme, ngjarje turpi, pa dyshim. Du të bajthirit gjitha tyne që rrinë kafe, hanë i suflaqe nga partia, do vi dita që do tërhiqeni zvar nga shtëpia tuaja. Bravo! Do quraviteni për padrejtësi që kanë me u ba, po s'kam ju në shtetë kushma. Dita është sot. Bashkohu një me ne! Bashkohu një me ne! Për fatin tonë zi, këto vitet e funit këna pas në parlament 2 gjenite matematikës, lutëzimin me zëgjinen, edhe deshe ja infektu dhe pak na me numrat, shpet e shpet mos me marrë kohë edhe tjerve, një pension mesatar sot është diku 120.000 lekë për pjesën më të madhe të pensionistave, 7 pensione bojnë 800 euro. Sa janë 800 euro për pushtetin? Një palë brek grusër jonë velis. Kalojnë pak tek Tezja Belinda, e cila si pas pakut, s'pa e thamun, ka 300 apartamente. Psonjës Belinda i duhet 1 javë me gjithë qelësat e një shpije, pashat më nëzot, mu 1 javë s'ka zonë gjumi, kur më ka rritë qeraja 80.000 lekë vjetra. Falin pak për këtë qelpsinën e Kristaqit, i cili vetëm burë nuk ashtë, e lufnat e ti matë mëdhaja i ka pas vesh me i shgratët ti, pra naj, nëse ka burra Shqipnia, mos tutën për këti qelpsine. Bravo! Ky qelpsina për një shishe ven 32.000 euro, 32.000 euro as i gja nuk janë, roga një arsimtari për 3 vjetë e gjys. Ama për 3 vjetë e gjys, aja as nuk të me hangër, as me pi, as qera, as shpi. E për ta myllë, si qërshia mbi tort, kena këte Gudufin, presidentin e Republikës, i cili paguhet 4.3 milion lek muaj, për qa thon ju? Me lujt Gurgaleca në Kirgistan. Turpit mloft, populli ka 31 dit në shesh këtu, për hallet e ti shtriher si kalin lam, tu lujt Gurgaleca në Kirgistan. Edhe në funit për me myll, për këto partide vogla, mënyrën ma të sinqertë dhe ma vlasdore, se vlezni ta njeni dhe ju, mos u mundoni me i marrë meritat e protestës, luftën me Biramën, bëjnë i parlament, këtu e bën popull. Bravo! Ligjet mos i postoni, sigur jeni ju udhëheqësit e protestës. Bravo! Nëse doni, krah për krah me ne, për ndryshe, pa ju dhe t'ja dalim. Rëndosh Shqipnia, rëndosh popull.